Mirë mbrëma, mirë se erdhët në Shqip në Dritare Televizion. U bë mbar Sajmir Bajo, të cilin e takova shumë vite më pas. Unë thash 30 vjet më pas, kur bëra llogarit i kisha bërë gabim 40 vite më pas. Sepse ka shkuar shumë kohë që nga koha që ne ishim bashkë në shkollë të mesme. Po si duket nuk na e pranojnë, nuk e pranojmë këtë gjë. Dhe nga qifi pasaj që mora Sajmirin, i bëra ftesë gjithë grupit që do doja të filloni të dilni në Dritare dhe të ritakohemi në një farë mënyrë, edhe bashkë, po edhe me publikun e Dritares, që pastaj është i ftuar të bëj sa të doj intervista në Dritare. Ju e dini që ne dëshirojmë shumë të ndajmë sa më shumë histori personale. Sot kam një shoqe të viteve, që kur t'i shikojmë foto, shiko, unë nuk e ti pse, unë nuk kam turp nga vitet i Bleza Loshnja. Mirë se erdhe. Mirë se gjeta dhe shumë faleminderit që na e hape Dritaren në grupit Asim Bokshit. Madje, Ilda solli me vete disa foto, pak foto. Ja, kjo është një foto që e vitit 89, që i bie ne ishim në vitin e... Kemi qenë në vitin e 3 ose të 4 të shkollës mesme. Shkollës mesme, të 3. Këtu jemi në zbor me profesor Zef Zamputin dhe profesor Polikroni? Po. Polikroni është. Profesori Ushtarakes. Po, Ushtarakes. Edhe gjithë grupi ynë me kapelen kokë. Shiko, unë nuk jam me këtë foto dhe çuditërisht unë nuk e mbaj mend të kohën e zborit, më thënë mbani me armën e vërtet? Bënim kështu se këtu nuk... Mos i ke bërë gjë bish zborit atëherë? Ka në gjarë. Mos ke futur mik? Se nuk më kujtohet momenti që mbani me armë dhe bënin kështu. Po, ne kemi mbajtur, jo vetëm kemi mbajtur armë, por edhe kemi bërë qitje, kemi mësuar si të shtinim. Po. Ka qenë një periudhë kur besoj mund të ketë qenë dhe ky vit, ose ndoshta viti i fundit, kur kemi bërë zbor për herë të fundit. Ku jemi këtu? Këtë nuk e kujtoj të them drejtën, po gjithmonë ka qenë në rrethinat e Tiranës. Jo, unë e veshur, e kam dhe unë foton e veshur me rroba, por nuk kujtoj momentin e armës. Ky moment më shqirë që të kem prek armë dorë. I merrni, domethënë, pjesa më e madhe, me sa mbaj mend edhe unë, pjesa më e madhe e ditëve tona ishin punë fizike, të mësuar teori, por ka pasur edhe raste se si zbërthenim dhe qëllonim me armë. E kemi bërë dhe këtë gjë. Për shembull, më shfiksuar një personet. Unë sot mburrem me këtë dhe mos. Po pra, kujdes me mua se unë ditë qëlloj. Po, është për të mburur tani, ëh? Po, mendoj që është një gjë shumë e mirë që bënim. Dikur na duke që sharake, po për shembull profesor Zefin e mbaj më shumë mirë sepse ishte punë fizike më duket bënim. Bënim një gjë që ai na shoqëron dhe gjithmonë dhe kemi mbledhur dhe misra, kemi bërë edhe kemi punuar tokën, kemi pastruar territorin në zona caktuara. Ka qenë një brez tjetër në fakt. Jo se ne e shijonim, në kuptimin, jo se ne me zi prisnim të mblidhnim misra, po shijonim atë që njën bashkë. Kjo ishte shoqëria dhe të gjithë ne të mendosh që vajza është të vogla. Këtu i bie që kemi qenë rreth 17 vjeç. 17 vjeç. Na duke vetja të rritura në fakt, po kur e mendon me radhë, do të fillojmë të tregojmë çfarë bëjmë me njëra tjetrën. Se ne për shembull ti e këtu kemi një jetë bashkë dhe nuk është të takohemi. Unë e di çfarë bën ti se çka, po ne nuk takohemi, nuk jemi. Dhe u gëzova shumë që ishe ndër vajzat aktive që mlodhe grupin, që u takuam kur erdhi Andi. Këto e momente që të kujtojnë një kohë tjetër, po dhe ndihesh mirë pastaj për... Kemi pasur një jetë. Absolutisht. Nuk po jetojmë vetëm tani. Ne kemi pasur një jetë. Mendoj që jemi brezi që i kemi përjetuar të dyja kohët në një mënyrë shumë të fortë, që të dyja kohët, le themi, dhe atë para 90-s, se kemi qenë relativisht të rritur, pra ne kemi qenë 19-20 vjeç, 21, dhe kohën mbas 90-s, që ka qenë një pjesë e ndryshimit edhe zhvillimit personal të secilit prej nesh. Asnjë nga ne besoj këtu, në këtë foto, nuk bën atë për të cilën jemi diplomuar, ose shumë pak prej tyre e bën. Doja ta dija, kush bën atë, sepse ne u diplomuam për italisht. Ne ishim në shkollë mesme në italisht, por nuk e di kush prej nesh vazhdon me italishten. Po mendoj vetëm ndoshta Albana që jep mësim italisht, pastaj gjithë të tjerët. Albana ku është në Itali? Albana është në Tiranë. Albana Pallucci? Albana Pallucci. Okej, pastaj Gremi. Jo, Albana Pallucci. Pastaj gjithë të tjerët s'kan fare më lidhje me italishten, ndoshta dhe Esteri që është atje lart. Do na tregojnë, nëse duan, janë gjitha të ftuara se kam dëshirë. Ti çfarë bëre mbasi mbarove të mesme? Domethënë, e mesja ishte në një farë mënyrë edhe koha. Ke edhe një foto tjetër nga e mesmja. Ishte koha që ne ishim bashkë. Po, këtu jemi në Shkodër, mendoj që është 90-a, marsi 90-s. Kemi shkuar në Shkodër për ditëlindjen e Erlet Armantinit. E ke takuar Erletan më? Jo, nuk e di në Itali. Erleta bëu gjallë.
Po pra. Edhe çfarë emri kishte? Erleta Armantini. Erleta Armantini, emër prej Shkodrës të fortë. Këtu ka qenë një ekskursion së bashku me mësuesen ton Ivlin Lito, mësuesen ton të italishtes, të cilën ne e kemi dashur edhe na ka shoqëruar në 4 vitet e shkollës mesme, me gjithë historitë e saj, me bëmat e saj, me personalitetin e saj energjik. Dhe mendoj që kanë qenë 2 ditët më të bukura të gjithë shkollës mesme, të paktën si i mbaj mend unë. Brezi ynë ka qenë brezi që dëgjonte muzikën në mënyrë të fshehur, jemi rritur me muzikën italiane, me që studionim italisht. Dinim gjithë këngët përmendesh, i këndonim, sigurisht nga fundi filloi edhe të lirohej pak dhe ne ti e mban mend kishim mundësinë edhe shpreheshim pak më ndryshe, por kanë qenë 2 ditë shumë të bukura. Dhe pastaj mbaroi. Pastaj mbaroi 90-a dihet çfarë ishte, gjithë rrëmuja, në fakt unë mbaj mend atë mbrëmjen e famshme të maturës tek konvikti i shkollës Gjuhëve Tuaja, që sot është Universiteti Luarasi, ndërtesa përballë shkollës Gjuhëve Tuaja. E di që më vjen keq kur e shikoj që e kanë marrë në kuptimin sa njerëz mund të bëheshin, sa vajza mund të bëheshin zonja, siç u bëra unë, që më dha mundësia të isha në atë konvikt, domethënë. Po, pra, ti e ke jetuar atë konvikt, kurse ne thjesht e kemi parë nga jashtë. Po, jo se e kam dashur, po e kam jetuar. Absolutisht. E ke jetuar 4 vjet, jo pak, dhe në moshën më të re të mundshme, 15 vjeç, 14 vjeç, 15 tani që mendoj. Alana, kur i them që unë kam jetuar në konvikt 14 vjeç, edhe ajo çau kur e mori vesh për herë të parë, dhe tha, po pse të çuani jetimore? Shumë nuk ishte jetimore. Shiko, kushtet ishin të atilla që normalisht ngjante jo mirë, mendoj, po ama nga ana tjetër mënyra se si jetoi shoqëria në ato vite dhe brenda konviktit ka qenë dhe më fort edhe se ne që ishim jashtë konviktit. Domethënë ju keni kriju. Nuk do bëhesha pa atë konvikt. Edhe pa për shembull Ivlin Liton, ka të ngjarë për mënyrën se trajtonte mua, jo ty të gjithë. Po ajo i donte të gjithë mendoj, unë më kishte mënyrën e të shprehurit të dashurisë pak ndryshe. Gjithsesi na ka bërë mirë se ka qenë dhe e rrept. Në momentet caktuara. Bëj fjalë që ne të kishim të mos mësonim ose të silleshim si donim. Unë mbaj mend edhe në konvikt, për shembull, nëse doja të dilje, lej 100 leje, po ajo thoshte në një moment, e mbaj mend si tani. Kur tha, keni hedhur erza ju? Do dilni? Jo, tha, s'mund dilni, që ishe shumë e penguar të ishe ajo që doja të ishe. Me që është kjo foto këtu, kjo është Bendisi, shoqja jonë e klasës, e cila jeton në Zvicër sot. Por e kam sjell këtë foto sepse Amanda, baby, që është aty në mes, është vajza e Bendisit dhe është baby i parë i grupit tonë. Edhe unë doja ta kujtoj sepse jeta vazhdon, të gjithë jemi bërë me fëmijë, po Bendisi na gëzoi si të themi si teze. Ishte e para dhe mbaj mend Amanda kishte ca sy blu shumë të bukur, të mëdhenj dhe të bukur që më kanë goditur që atëherë tani ajo është rritur, është juriste, është avokate. Wow. Po tani të përshëndesim vetëm Bendisin dhe Amandën. Absolutisht. Por po thosha duke u kthyer te shkolla e mesme, unë mbaj mend shumë mirë mbrëmjen e maturës. Mbrëmja e maturës, nuk e di, sot festohet me fustane balloje, edhe me shumë gjëra ne s'kisha. Unë s'doja të vija se s'kisha çfarë të vishja një herë, si fillim, po pastaj gjeta diçka u sajova duke marrë borxh, siç i bënim në ato kohë. Shumë merrnin, s'kishim mundësira. Dhe kemi bërë tek ajo mensa, po patjetër. Çfarë problemi kishte të merre borxh? Shumë qet madje. Asgjë. Është tani bëni me njëra quhet ajo gjë. Ne nuk paguam. Ne i merrni me njëra tjetrës, po. Por tek ajo mensa e famshme e shkollës mesme, që ishte gjithë, mendoj, akoma me ato vrazhdat e yndyrës, kemi kërcyer, kemi kënduar. Profesor Zefi me Anila Berberin kanë kërcyer e arrëzuar 3 herë dhe 3 herë janë ngritur prapë. Edhe kemi shijuar shumë atë. Dhe pastaj që atje ndryshoi gjithçka, korriku ishte hapi ambasada. Mban mend pastaj kalimin gjithë njerëzit në ambasada dhe ne që duhet të shkonim sepse po na pranonin në universitet. Ne shkonim në shkollë. Kjo ishte një realitet i dyfisht i Tiranës, sepse Tirana mbante mend ambasadat në atë kohë, më kujtohet momenti që duhet shkoja në shkollë. Ne vazhdonim jetën normalisht. Jeta vazhdonte. Mendoj që edhe për prindit e tu mund të ketë qenë e vështirë të linin në një qytet me kaq shumë trazira në një kohë si ajo. Jashtëzakonisht e vështirë. Nuk e di si e mbajtën mendjen ata njerëz që duhet ta linin vajzën në kaq shumë probleme. Po mendoj her pas here këtë mendoj që edhe fakti që të dy prindët e mi ikën nga jeta shpejt, 78 vjeç, është tmerrësisht shpejt, është
Ka ankthet nga frika që Patjetër, shkaktonte stresi fëmijët, Absolutisht. ose pa dia ç'do bënin me paratë, se duhet që është dhe paratë. Për ata ishte edhe më e vështirë, sepse ata u gjendën në një moshë që patën një karrierë deri në një moshë caktuar dhe pastaj do të fillonin si ishin më mësues gjithçka nga e para. Në 90-ën ata kishin ç'a bënin me mësuesin. I matë ishte më jurist, u detyruar, ka shitur miell, ka shitur bateri makinash, mbante familjen, edhe gjitha ajo ngarkesë psikologjike E jep diku. e jep diku. Babi jeton. Babi jeton, por babi ka 10 vjet që është i paralizuar, ka pësuar një ishemi cerebrale, e cila në moshë shumë të re, në fakt 68 vjeç ishte. Kështu që ajo na tronditi shumë të gjithëve si familje, na e ktheu jetën komplet përmbys. Edhe mua personalisht, akoma dhe më shumë pasi babi, për shkak të rrethanave të mia personale, unë isha vetëm në atë kohë me djalin, ishte mbështetja kryesore imja, ishte njeriu që drejtohesha për çdo gjë, që i merrja mendim për çdo gjë. Ai është, më kupton, flasim aq sa mundemi, por nuk flet dot. Nuk flet. Jo, edhe ajo më mungon shumë, mundësia për të këshilluar me të dhe për të folur me të. Babi këtu në moshën që jam, besoj në moshën që jam unë sot në fakt. Mendoj babi këtu mund të qenë diku te 55, 57, ndoshta 60, nuk e kujtoj këtë foto kur është marrë. Edhe unë kam qenë gjithmonë siç janë të gjitha vajzat, vajza e babit. I kam ngjarë, i ngjaj në pamje, i ngjaj në personalitet, edhe pse mendoj që kam diçka edhe nga mami, kam atë butësinë e saj dhe durimin e saj të pakufit. Ama kur kalon ai pragu i durimit, bëhem babi. Bëhesh babi pastaj. Mamin tënd, mami jote e kujtova kur isha te fakulteti, kisha kopa shkuar, edhe shkova tani dhe direkt mu shfaq mami te biblioteka. Mami ishte përballja e parë me librin, po me ato sytë jashtëzakonisht të bukur dhe këtë kam menduar gjithmonë, gratë që punonin në biblioteka, paktën ato që më jepnin mua libra ishin yje. Edhe në Vlorë, Gjeni, po edhe mami jot te gjuhë uja e jashtëzakonshme. Po, mami punoi në fakultetin e filologjisë për disa vite, pastaj në ato të mjekësisë, gjithmonë në bibliotekë, u specializua aty, mes librave i ka dashur gjithmonë, i do gjithmonë, vazhdon dhe pastaj pasioni i librave i shtuar pasioni i luleve, dhe ndërkohë kujdesi për babin 24 orë në 24, Është mami që kujdeset për është mami me ndihmë, por gjithsesi është ajo që mban peshën kryesore të gjithë historisë. Ja, këtu janë një muaj, para një muaj, 2 muajsh, në zyrën time. Të plakur nga jeta, nga... Se njëa mami? Po, nga jeta, nga mundimet. Mami është 78 sot, 77 në fakt. Babi sa po bëri 79 vjeç. Me atë seriozitetin që të jep pesha jetës. Pesha jetës, po, do të cilën nuk e kuptonim në atë kohë, prandaj dhe ishte kaq bukur. Pikërisht. Më thënë, nuk mban asnjë peshë. Jo. Dhe ishte shumë kënaqësi. Pastaj filloi me radhë. Kjo më ka munguar mua në fakt gjithë këto vitet e punës, se ma solle fiks në mendje, që ishim të shpërqendruar nga jeta, ishim vërtet i ske plane se diku do shkosh në atë moshë, që dhe kjo ndoshta është një lloj pasigurie. Po ama nuk e këtë ngarkesën e përditshmërisë, ngarkesën e gjërave që kanë ndodhur, të gjërave që do ndodhin. Dhe prandaj ndoshta është mosha më e bukur ajo e rinisë. Shumë. Sidomos e të 20-tave, do thosha unë, që është edhe pak i vetëdijshëm për atë që je duke u bërë. Në të 20-tat ndonjë në Tiranë në shkollë apo fillove? Po, unë përfundova fakultetin, gjuhë e huaja italisht u diplomova si mësuese e gjuhës italiane, sepse ishte vetëm ishte ajo e vetmja diplomë që neve mund të merrnim në atë kohë, pastaj disa vite më mbrapa ndryshuan gjërat. Punova për 1 vit në bibliotekën e re që sapo ishte hapur e departamentit të gjuhës italiane, me qëllimin që të merrja një pozicion si pedagoge, të cilin e mora 1 vit më mbrapa. Sepse në një farë mënyrë ai ishte dhe destinacioni i nisur për mua që në shkollë të mesme. Kjo ishte, domethënë. Kishe një rrugë prej vete apo prej familjes, domethënë, apo vetë ti kshu e ndje rrugën? Shiko, unë në mendjen time kisha dashur të bëhesha doktoresh. Edhe unë. Dhe pse do thuash ti, sepse në shkollët vjeçare kisha një mësuese biologjie, të cilës për fat keq nuk ja kujtoj emrin, po që ishte shumë e zonja dhe unë e doja shumë, edhe më bëri ta doja shumë biologjinë. Që më ka thënë ti duhet të bësh mjeke. Ajo më tha dhe mua më ngeli dhe vazhdova gjithmonë me këtë mendim. Për fat keq u futa në gjuhë e huaja
Ne kemi bërë vetëm 2 klasë matematik, jemi shumë të vetëdijshëm për kufizimin që kemi në këtë gjë. Unë vazhdoj ta them me humor, po që normalisht do me thënë është pjesë e mangësive tona nga formimi që kemi, kështu që nuk mund të shkoja dot në mix. Po, edhe madje edhe kimin kujtohet që e bëm me një mënyrë shumë të mirë kimie, por e bënim italisht. Unë shoj ligji atë vit. Kufizim me italisht. E kishte, nuk ishte aq e rep sa sheme të tjera. Absolutisht. Kjo ishte pjesa pozitive e faktit që ne na u desh të bënim italishtën, ato kimin në italisht, sepse mësuesja ndjente mangësitë e veta në gjuhë, po nga ana tjetër ne s'mësuam dot gjëra në italisht në kimi, po që nuk nuk mendoj që është ndonjë mangësi se nuk na duhet ndonjëherë, domethënë, nuk na është dashur ndonjëherë dhe mendoj që sistemi shkollor gjithsesi të jep shumë njohuri të përgjithshme, të cilat ti në jetë pastaj nuk të duhen. Nuk të duhen të gjitha, por ama të jep gjëra që ngelen, si për shembull se ngelen tek besoj letërsia, historia, absolutisht. Gjeografia. Formimi personal vjen nga shkolla dhe kam vënë re gjatë viteve pastaj më vonë edhe të punës, kur kam intervistuar vajza apo djem që për pozicione pune të caktuara, personat që vinë nga Fakulteti i Gjuhëve të Huaja kanë një formim shumë më të plot nga pikpamja e artikulimit, e mënyrës të shprehurit, komunikimit, pozicionimit të vetes tyre, edhe gjatë një interviste pune, shumë më të mirë se shumë të tjerë. Dhe mendoj që kjo është një nga meritat e shkollës tonë, pavarësisht pastaj humorit që ne bëjmë lidhje me matematikën apo fizikën, që na ka dhënë mundësinë të shprehemi, të kemi një logjik të fortë edhe në komunikim. Dhe e kemi ruajtur. Shikojte grupi, shumë pak kush nga ne bën gabime, kur shkruajnë mirë, domethënë ne kemi pas zysh liridhimën në gjuhë, në shqipe. Zysh liria nuk ta vinte 10 kollaj. Ishte një nga zyshat më të forta dhe më që trembeshin gjithë nxënësit. Zysh shpresën pastaj e mban më? Patjetër. Nga zysh shpresa mbaj mend atë delikatesën e saj, në mënyrën si shpjegonte letërsinë, autorët, këtë kujtoj. Kështu që vazhdova pedagoge gjuhës italiane pranë departamentit italishtes deri në vitin 98 ose 99, pra për 4-5 vjet. Të them të drejtën, meqense unë mendoj që jam pak perfeksioniste dhe gjëra dua t'i bëj ose shumë mirë ose fare. Në atë kohë ishte koha kur ne mundoheshim të bënim shumë gjëra, pra për të nxjerrë para, pra për të fituar jetën. Rroga një pedagogu ka qenë dhe besoj vazhdon të jetë shumë e ulët krahasuar me nevojat. Kështu që unë jepja kurse italishte, bëja përkthime, bëja shumë gjëra në të njëjtën kohë dhe kjo nuk më lejonte, ndoshta edhe pak dhe natyra ime, që pavarësisht se kam qenë e librave, nuk është se i kam shumë qejf studimin mendova që nuk e bëja mirë dot. Pra ose duhet të ulesha dhe të bëja vetëm atë dhe të isha një studiuse, kërkuese prej vërteti. Ndërkohë kalojnë foto të gjitha. Kjo është një foto tipike në fakt me babin, sepse kemi 3-4 të tilla në moshë të caktuar, në të njëjtin vend në Berat, unë kam lindur në Berat, ku i kam ecur, i kam futur krahun babit dhe kam qenë shumë krenare për këtë gjë. Prandaj dhe e solla. Kështu që e lash mësimdhënien. Fillova punë tek Instituti Italian i Kulturës si koordinatore e eventeve kulturore, që organizonte institutin atë kohë, ishte në pikun e tij, kishte buxhetin maksimal. Nuk patim instituti, kosi ajo. Jo, nuk patim. Në atë kohë ju dha dhe fonde, ju dha dhe shumë rëndësi kulturës italiane dhe gjuhës italiane, dhe për ato 2 vjet që ka qenë Lucia Cenerini, Lucia Nadin ishte studiusja që edhe sot vazhdon të studiojë rrënjët e gjuhës shqipe, kulturës shqipe, dhe arbëresha gjithashtu. Lucia Cenerini i dha hov solli Luçodalën. Dhe Kozeta ishte atëre, besoj, te instituti vend të vinte. Kozeta ishte pjesë e përditshmërisë tonë, me natyrën e saj gjithëpërfshirëse. Që në shkollë të mesme. Zysha që mua më ka ndikuar shumë jetën pas, një dyshim, por edhe shumë prej nesh, me atë dashurinë. Absolutisht. Që pa kush ta jep. Nuk e di, tani nuk besoj se njerëzit kanë kohë të t'japin dashuri, dhe kur duan s'ka kohë të dua. Ajo e gjente kohën. E ishte nga e vetja dhe unë kështu e mbaj mend. Unë duhet të isha duke ikur te treni dhe u vinte momentin e fundit të thoshte miru pafshim, të fala. Ishte aty gjithmonë. Po, Kozeta për fat keq nuk është më Covidi dhe e mori dhe Kozetën, si dhe disa njerëz të tjerë të afërt edhe të njohur tanët. Por Kozeta ka pas ndikim në jetën tonë, sidomos në paktën në vitet e shkollës mesme që kur e kemi njohur edhe në vazhdim.
Patjetër që ka qenë e pranishme gjithmonë, tek gjithsecili nga ne në mënyra të ndryshme. Të ndryshme. Për shembull, mua se të ftoj për ty dhe flas për vete, më fal. Po bashkë për të folur. Po Zeta më bëri të besoj që vleja, sepse për shembull Zyshi Vlini që ishte ashtu e rept edhe kërkonte për sosmërinë, më kishte mbushur mendin që zvleja. Dhe problemi i madh, fëmia ka nevojë shumë vetbesimi për vetbesim. Dhe nëpërmjet Kozetës fitova vërtet vetbesim dhe Qemal Xhamon, që nuk e harroj kurrë. Tu çaj stofa. Unë nuk e dija çfarë stof kisha. Duhet ta dija për kë stofe kishte fjalën. Xhamo ishte idhulli i të gjithë studentëve të italishtes. Unë e kujtoj vetëm një orë mësim kur kemi bërë me të, që na ka recituar Divina Commedia, zëri grykor i tij, prezenca pak profesor Vinci ai. Nuk vin, edhe njerëz. Edhe njerëz. Ai ishte tamam mbi lartësinë e të qenit thjesht një mësues i italishtes apo ishte tjetër gjë. Dhe ti pastaj i në Itali. Kjo është koha që unë nuk mbaj mend në një farë mënyre. Jo, unë në Itali kam shkuar, unë nuk e kam lënë asnjëherë Shqipërinë. Unë kam bërë asnjë vajtje në Itali nga instituti, mbas institutit? Jo, unë në Itali kam qenë ja dhe dita e dasmës time. Mami është duke qartë, po shikosh. Mami nuk desh në asnjë mënyrë që unë të ikja. Jo, sigurisht që do të martohesha, po ai momenti i ikjes nga shtëpia i vajzës mendoj që është i çike dhunshëm në Shqipëri, se kur të vinë 10 veta të marrin me një lloj e morëm tani. Këta të gjithë kanë përjetuar shumë keq. Po edhe unë isha e lodhur atë ditë me dhimbje koke. Edhe kështu, ja, duket në foto. Duket në foto. Unë, në fakt, Shqipërinë nuk e kam lënë asnjëherë, edhe për këtë, në një farë mënyrë jam edhe pak krenare, si dhe ti që se ke lënë asnjëherë dhe disa të tjera nga ne. Jo se ka ndonjë gjë të keqe, sepse gjithsecili ka bërë zgjedhjet e veta, por ne kemi hequr të mirat e të këqijat e këtij vendi dhe sot mendoj që kemi gojën më shumë se kushdo tjetër të shprehemi për të, në të mirë e në të keq gjithashtu. Kështu që ky është Enio. Sytë e mamit apo të babit? Sytë e mamit tim. Asnjë nga ne të dy nuk i kishte. Po pra, Marini nuk kishte sy bëqel. Do ka sytë e mamit. Sytë e mamit tim, po. Edhe një vlla është, po me sy. Po, edhe vlla. Që ka kaluar kështu. Po, Enio është dobësia, dashuria ekstreme. Sa vjeç është tani? Enio tani bën 24 në shtator. Edhe po mbaron masterin, edhe punon. Ja, ky është Enio sot. Është këtu? Është këtu, po, punojnë bashkë. Jo. Po. Sa mirë. Nuk e ke idenë çfarë kënaqësie. Edhe të them që në planet e mia të jetës, siç se po flisim për planet, kush i bën planet e fëmijëve, prindrit i bëjnë si fillim, pastaj Zoti thon ka të tjera plane. Unë doja që Enio studionte jashtë, të shkonte të jetonte jashtë, kishte një jetë më të mirë andej. Enio unë e shtyja, Enio të riqej, unë e shtyja, Enio të riqej dhe Enio nuk u largua asnjëherë. Edhe jam shumë e lumtur në fakt që ai e mori këtë vendim, sepse sot jemi çdo ditë bashk, është mbështetje për mua, ja ku është dhe këtu, dhe është një forcë e madhe në ditën time të përditshme dhe në atë që unë shpresoj që ai do të bëhet në të ardhmen për punën që ne kemi ngritur bashkë. Pra, ti do të bësh mjeke, por u bëre mësuese italisht. Domethënë, ëndra ishte pedagoge në fakultet. Po, destinacioni. Ishte pedagoge në fakultet. Para se të vemi këtu tek arritja, qëndrojmë edhe pak te rruga. Po. Pra, ti rrugës? Rruga me zigzage. Doje të mësuesa dhe unë e dim kur ti fillove të merreshe me shtëpit, me pasurinë e palujshme, por nuk e di çfarë ndodhi. Çfarë ka ndodhur në mes? Po, se di këtë në mes. Ja, do ta them unë. Pra, vazhdova në Institutin Italian të Kulturës, punova 3-4 vjet atje. 2 vitet e para ishin fantastik me Lucia Cenerinin. Kemi bërë evente fantastike, të mrekullueshme, për të mbajtur mend për gjithë jetën. Pra kemi sjell Lucio Dallën, kemi sjell shkrimtarët më të mëdhenj të Italisë, instrumentistët më të mëdhenj të Italisë në atë kohë. Ka qenë një periudhë që nuk e harroj deri në fund. Dhe Lucia Cenerinin e shoh gjithmonë, mbajmë akoma komunikime sot. Ajo është e moshuar, jeton në Kanada, as në Itali jo, kështu që nuk takohemi dot, por unë e konsideroj mentoren time të përjetshme, sepse koha që punova me të ishte shumë e shkurtër, por nga ana tjetër fryma që ajo futi në një kolektiv vajzash të reja,
që punonin aty në Institutin Italian të Kulturës, sensi i miqësisë dhe sensi i përgjegjësisë për atë që, edhe i dashurisë për atë që duhet të bënim, ishte një mënyrë që vetëm ajo dinte ta bënte. Edhe unë shpresoj dhe e kujtoj shumë shpesh atë në punën time të përditshme me njerëzit me të cilët unë punoj sot. Mbas Institutit Italian të Kulturës, doja të bëja diçka vetë. A doje të? Doja të bëja diçka vetë dhe hyra botës eventeve dhe dasmave. Po si pra? Si e gjetë ti këtë ide për të sipërmarrje? Po sepse kur u martova vetë, nuk gjeta atë fustanin që më pëlqente dhe s'kishte asnjë që të kujdesej për mua në atë kohë, në atë ditë, në atë moment. Kështu që mendova është diçka që i mungon tregut. Edhe hyra me shumë dëshirë për të bërë gjithmonë në fakt se po thosha jam pak perfeksioniste dhe kam dashur... Kërkoj, kalojmë të gjitha fotot, regjia, të lutem, ne qëndrojmë vetë pastaj ku duam. Kam dashur të bëj gjithmonë gjërat shumë mirë, edhe duke dashur të bëj gjërat shumë mirë, kam marrë përsipër ndoshta në raste të caktuara më shumë se ç'duhet. Ky është një screenshot i telefonit tim për të thënë që në telefonin tim nuk ka më foto njerëzish apo ngjarjesh, po ka vetëm foto pronash. Mirë, po ku janë këto prona, me qira fjalë? Këto janë në gjirin e Lalzit për t'u bërë së shpejti. Wow. Po ti ke të ardhmë në duar në celular. Absolutisht po. Ja, gjë e parë që bëri kur erdhi tha, shumë mirë ke këtë. I thash unë jam me qira, po pse tha s'blen me qira? Direkt filloi puna. Dhe këshillimi. S'kam lekë, tash blej. Me kredi. Pra, po flisnim për vazhdimin, doja të bëja diçka time, doja një aktivitet i cili të më përmbushte dhe të më bënte të ndjesha mirë edhe pavarësi financiare, patjetër, po edhe shpirtërore, diskutohet, sepse kur ti krijon diçka tënde, siç edhe ti e di tani më, është gjëja jote dhe e do, edhe e bën me qef. Ajo gjëja vazhdoi për disa vite, ai aktivitet vazhdoi për disa vite. Unë u gjenda në mes të një situate personale jo shumë të mirë, patëm së bashku me ish bashkëshortin atëherë, një situatë që nuk funksionoi, marrëdhënia jo nuk funksionoi, e shtym për 3-4 vite jo të mira së bashku. Inxhinior në fakultet? Me njëherë mbas fakultetit. Mbas fakultetit. Janë 2 vite mbas fakultetit. Marini është arkitekt, unë bëja në atë kohë isha në Institutin Italian të Kulturës, fakultet, gjithashtu. Ndonjëm disa vite bashk, bëm Enion, nuk funksionoi, u nda. Dhe periudha e ndarjes ishte dhe periudha kur unë vendosa të hiqja dorë nga aktiviteti i eventeve të dasmave, sepse ishte... Se të punoj me Marinin? Jo, nuk punoja me Marinin. Isha vetë, por ishte dhe shumë i lotshëm dhe fillova të kisha probleme fizike, hernie diskale, situata të këtij lloji. I kemë? Jo, nuk i kam, maj shumë, tani i kam nga mosha, që me zi ngrihemi, me zi ulemi. Fillojnë ndjen ato kërcitje të gjymtyrëve që dikur të gjonin prindrit tanë ti përshkruanin, kështu që vinë gjërat me breza. Dhe i hyra real estate-it. Edhe me sugjerimin e Marinit, a ishte viti fundit që kemi qenë bashkë në fakt. Gjithmonë në atë udhkryqin për të bërë diçka vetë, u paraqit një mundësi, një miq tanët të asaj kohe, morën franchising centrin 21 e Blen, unë isha prezente gjatë gjithë atij procesi dhe vendosa të hyja real estate-it. Ta hapja zyrën e parë, centri 21 në Shqipëri, edhe pse s'kisha absolutisht asnjë lloj ideje se si bëhej kjo punë. Kisha bler vetëm shtëpinë time te Komuna e Parisit, edhe ato me ndihmën e babit që njifte ndërtuesin. Kështu që nuk isha lexuar ndonjëherë gazetën Chelsea, që ishte atëherë në atë kohë shumë e famshme, nuk isha bërë asnjëherë ture shtëpish, nuk isha negociuar ndonjëherë. Megjithatë thash, do t'i hyj. Edhe i hyra. Bëra atë trajnimin që... Të parën ke shes shtëpinë tënde, me siguri. Jo, si ishte ajo e para. E para ka qenë një qera e vogël që më bëri të ndjesha se kisha bërë ndonjë gjë shumë të rëndësishme, shumë të madhe. Dhe nga ajo kohë kanë kaluar më shumë se 17 vjet, po bëhen gati 18 tani, që më kanë shoqëruar, kam njohur mira njerëz, kam parë mira shtëpi, prona, kam folur dhe kam krijuar shumë miqësi të reja, ashtu siç edhe jam mërzitur nga shumë të vjetra, sepse jeta kjo është në fund të fundit. Gjithmonë
me atë pretendimin për të bërë diçka të rëndësishme dhe për të bërë diçka. Ja, se unë them pak më vonë, po ne se mund të ndalojmë. Ky është momenti. Ky është momenti kulminant. Që unë nuk e dija, se nuk e di pse, nuk e dija që do më ndodhte kjo gjëja. Dhe kur e pash që ishe ti, unë nuk gëzova shumë. Dhe me njëre shpërndava, bëra lajm patjetër, edhe pse as pa kërkove, as kishe nevojë, se nuk ke nevojë kur lajmi bërtet. Po unë u kisha shumë krenare për ty. U gëzova. Të them të drejtën, edhe unë vazhdoj akoma ndjeja kur shoh këto foto, vazhdoj ndjej ato ngacmimet e krenarisë për veten, edhe për atë që në një farë mënyre kam arritur jo vetëm në këto 17 vite. Real estate është një industri jashtëzakonisht shumë e vështirë. Tani në çfarë pike bën ti, domethënë, bashkë me partnerin? Po, atëherë këtu jemi me Brendonin, i cili është partneri im në jetë dhe në biznes, në punë, prej 8 vitesh e gjysmë tani më, dhe ai jeton në Shqipëri bashkë me mua. Ndajmë përditshmërinë tonë në mënyrën më të suksesshme të mundshme. Çudia më e madhe na thanë, po të rini 24 orë bashkë, do ziheni, do prisheni, do ndaheni, etj. Neve nuk kemi zënë ndonjëherë. Dhe vazhdojmë të jemi bashkë, sigurisht ngrejmë zërat ndonjëherë, kur secili ka opinionin e vet më të fortë se tjetri, por ndajmë përditshmërinë tonë dhe çojmë përpara biznesin. Ky moment është hyrja në pallatin e brigadave. Ne të dyve, ai është Enio dhe mbrapa është vajza e Brendonit që erdhi nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës, së bashku me bashkëshortin e saj, për të marrë pjesë në këtë event, por edhe me dëshirën për të njohur pak më shumë Shqipërinë dhe tani ata kanë vendosur që të vinë dhe të punojnë në të jetojnë. Kaloj fotot të gjitha, kaloj të gjitha fotot, mos qëndro se ndryshe do ngelemi pastaj pa foto, të gjitha fotot e eventit. Çfarë eventi ishte ai? E shpjegoj. Po pra, ky ishte eventi i lançimit të Forbes Global Properties, që është divizioni i real estate i revistës Forbes, që trajton prona nga më të shtrenjtat, nga më elitaret, nga më premium në gjithë botën, në vendet ku Forbes është prezent, tani më në 35 vendet të botës. Arritëm vjet në prill të firmosnim marrëveshjen si përfaqësues ekskluziv për Shqipërinë brenda rrjetit Forbes Global Properties. Që do të thotë, me fjalë të tjera, çfarë do të thotë kjo për? Do të thotë që Shqipëria tani më është pjesë e gjithë aparatit Forbes, jo vetëm Forbes Global Properties, po pjesë e gjithë aparatit Forbes, emrit më të madh të biznesit. Një revistë e cila ka 165 milion shikues çdo muaj në faqen e vet online. Që do të thotë që çdo pronë e vendosur në Shqipëri e listuar nga ne brenda rrjetit ka mundësinë jo vetëm të rritjes së një standardi që është ai i Forbesit, sepse ata kanë kriteret e tyre për të pranuar një pronë në rrjetin e tyre, por edhe mundësinë e një ekspozimi global siç është ai i Forbesit, Forbes Magazine, pra ju një për arsyeve që arritur çmimet, se po i blejnë tuaj. Jo, ne nuk jemi një nga ato arsyet, ne jemi arsyeja që vazhdojmë të edukojmë klientët, ndërtuesit, sepse le të themi që tregu sot ka ndryshuar dhe njerëzit edhe klienti dhe investitori shqiptar dhe klienti shqiptar është më kërkues. Mund të jemi të vetëdijshëm gjithë për këtë. Sot nuk blen më pronat që në grop pa pyetur se për çfarë po blen. Sot kontratat shikohen me shumë kujdes, me avokat, me noter, studiohen përpara se sa të firmosen e të tjera. Vetëm e lumtur je, Ilda. Ky është momenti kulminant i yni dhe dorë për dorë gjithmonë me Brendonin. Sa mirë. U njohëm nga puna? U njohëm nga puna. U njohëm nga puna, erdhi të rinte pak kohë në Shqipëri me një mikun e vet që do hapte një kompani. Ne i gjetëm shtëpinë edhe zyrën, edhe pastaj ai qëndroi, thotë që kishte disa arsye pse. Shpresoj që një nga ato të jem unë. Po në fakt ashtu është. Nuk ka dyshim që je ti dhe sa mrekulli që je ti. Ku jemi bashkë. Dhe për të shumë mirë, jam vërtet shumë e lumtur për gjërat që ke bërë dhe që je, por ai çfarë thot për Shqipërinë, sepse ai e shikon me sy të tjerë, më thënë për Shqipërinë tani, në kuptimin e pronës, e vlerës, e sigurisë. Brendoni është partizani më dinamik dhe më i zjarrt i Shqipërisë, i zhvillimeve të Shqipërisë, edhe i asaj ku do të jetë Shqipëria, thot ai, në 10 vitet e ardhshme. Kur ka ardhur, bënte komente të cilat mua më dukeshin të pa, këtu është Narea dhe gjithë antarët e Nareas, që është shoqata jonë, me disa nga kolegët.
Ai bënte komente apo duke u nisur nga eksperienca e tij, Brendoni ka jetuar në shumë vende të botës dhe normalisht kur jeton në dinamika të ndryshme dhe në rrethana të ndryshme, shikon edhe se si zhvillohen vende të ndryshme dhe cila është rrjedha që ato marrin mbi bazën e rrethanave historike ku kalojnë në atë moment. Dhe ajo që vuri re Brendoni ishte diçka që ai kishte vënë re edhe në vende të tjera ku kishte jetuar më parë, një vend i cili po tentonte të dilte nga ai tuneli, po flasim për 8-9 vite përpara, nga ai tuneli ku ne ndiheshim të gjithë deri atëherë, ai shikonte optimizëm, ai shikonte mundësinë e zhvillimit, shikonte shenjat e para të një vendi në rritje. Unë nuk e besoja dhe si unë edhe shumë miq, njerëz, klient me të cilën ne bisedonim gjatë punës tonë, sot mbas kaq vitesh, Brendoni me shumë krenari thot, të kujtohet kur unë thosha kështu, ja kjo po ndodh, ja dhe kjo po ndodh, ja dhe kjo tjetra po ndodh. Këtu jemi me Michael Jalbert, që është CEO i Forbes Global Properties, dhe Marcus Benusi, që është Managing Director, në zyrën tonë, duke i treguar Tiranën nga lartë. Jemi shumë krenar për të treguar pjesën e bukur të Tiranës. Tirana, e dim të gjithë, ka disa fytyra. Po shumë kryeqytete kështu janë, fundit, në shumë fytyra. Absolutisht që po. Fytyra që ne shohim paktën për ditëshmërinë tonë është ajo e bukur, është ajo në zhvillim, është ajo që e afrohet gjithmonë më shumë një metropoli europian, pavarësisht problematikave për të cilat të gjithë jemi të vetëdijshëm, po ne shikojmë vetëm, unë kam përshtypjen që ne si shqiptar jemi pak pesimiste, i shikojmë pak gjërat me ngjyra negative në përgjithësi. Kjo vjen nga historia që kemi kaluar, nga rrethanat ku kemi jetuar, dhe nga mungesa e shpresës, sepse edhe në 30 vite në një farë mënyre kemi parë gjërat të lëvizin shumë më ngadalë nga çdo donim ne të lëviznin. Normalisht ti ke punuar jashtëzakonisht shumë, të duhet të marrësh një kredi që ta blesh këta. Që normales do ishte. Që normales do ishte. E njëjta gjë dhe për mua. Me aq shumë sa kemi punuar, duhet të ishim të themi në situatat të tjera, jete personale, financiare, gjitha me radhë. Por, e mira është që të paktën shikojmë gjërat të ndodhin ndryshe në këtë moment, dhe ndoshta për fëmijët tanë do të jetë diçka më e lehtë, do të jetë më e bukur, do të jetë më plotësuese, edhe nga pikpamja shpirtërore dhe sigurisht edhe nga pikpamja e të ardhurave pastaj. Tirana apo jugu po tërheq më shumë të huaj? Çfarë po bëni ju aktualisht? Në këtë moment im tregove një fotografi. Nuk do na dali koha për fotot, kështu që mos lër asnjë, të gjitha jepi. Ja, Tirana, meqense po flisnim, kjo ishte një pamje që unë e shkrepa një ditë se më bëri përshtypje ngjyrat, midis asaj blus në fund fare të qiellit edhe gris furtunës që po afrohej. Shiko, Tirana vazhdon të mbetet kryeqyteti, është një qytet që po rritet, ka shumë projekte dhe shumë plane, por mendoj që për t'i dhënë jetë atyre projekteve duhet t'i jepet jetë edhe disa planeve ekonomike, pra disa reformave ekonomike. Shpesh i referohemi Dubait për shembull, sepse Dubai u ngrit nga hiçi brenda një 10 vjeçari, ndërkohë që Dubai ofron për investitorët që shkojnë atje lehtësira pafund taksash, mundësira pafund për të gjitha kompanitë për të zhvendosur atje, sepse në fund fare sot bota është bërë e vogël dhe secili mund të zhvendosë në çdo vend të mundshëm, por duhet të shikoj avantazhet sepse ne kemi disa nga këto avantazhe, por jo plotësisht. Ne kemi avantazhe kur vjen puna për shembull në aktivitetet e hotelerisë dhe të turizmit, në restoracion, gjëra të këtij lloji. Por mendoj që duhen shumë më tepër të themi benefite financiare për kompani të mëdha që të vinë të zhvendosen në Shqipëri, që të kenë mundësinë pastaj të zënë ato projekte, pra të popullojnë ato projekte shumë të bukura, të cilat janë duke u konceptuar në këtë moment. Tirana është pak më ngadalt nga pikpamja se si ecën tregu, kurse jugu është në flak, themi. Po, jugu është për shumë arsye në fakt, sepse turistët që vinë, gjithë ky numër i madh i turistëve që është situar këto vitet e fundit, shkon më shumë në Bregdet, Bregdeti i jugut kryesisht, është ai që tërheq më shumë, dhe duke parë bukuritë e natyrës,
shikojnë edhe, mbas asaj vjen edhe interesi, po sikur ta kisha një pronë këtu. Deri para pak kohësh, Shqipëria është konsideruar jashtëzakonisht shumë e lirë në jug. Mund të blej një apartament në Lungëmarrë në Vlorë për 600 euro, 700 euro metri katror, që ne ndoshta na dukej shumë atëre, po për kë vinte nga vende të tjera ishte fare e pakonsiderueshme. Sot çmimet sigurisht janë rritur. Ai apartamenti në Lungëmarrë sot është 1700, është ndoshta 2000, pallatet e reja që fillojnë që ndërtojnë edhe më ndryshe tani me rifinitura të tjera, ato fillojnë me çmime nga 2000, 2500, 3000, 3500 dhe të tjera. Nuk po flasim pastaj duke zbritur më poshtë ndërmiu palasa dhe gjithë pjesa tjetër. Po dhe atje fillojnë nga 2800, 3000 edhe deri Blen shqiptar, blen diaspora, blen të huaj, kush është tani? Blen shqiptar, blen diaspora. Blen edhe të huaj. Ka një interesim gjithmonë në rritje, deri edhe nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës, ka blerës që vinë dhe interesohen. Janë amerikanë, jo shqiptarë të Amerikës. Amerikanë. Sepse Shqipëria është promovuar jashtëzakonisht shumë në vitet e fundit. Ka një mos konceptim real në fakt të Shqipërisë nga ana atyre që jetojnë jashtë, edhe të diasporës, edhe të huajve, sipas të cilit Shqipëria duhet të jetë prap 600 euro. Kujtojnë se pra kur vinë me atë idenë që Shqipëria duhet të jetë një vend shumë i lirë dhe kur ti thua çmimet ngelen pak të befasuar. Ndërkohë, ajo që ne ju themi është që Greqia i ka nga 10.000 euro metri katror. Malizi, po flasim për pronat të njëjtit standard në lokacione të ngjashme. Malizi fillon nga 7-8.000 euro metri katror. Kështu që ne akoma, domethënë, konsiderohet duke bërë krahasime të paktën me 2 shtete në jug dhe në veri, Shqipëria ngelet akoma e lirë për atë kategori blerësish. Për fat keq, për ne si shqiptar, dritarja e investimit po mbyllet gjithmonë më shumë, sepse çmimet po rriten gjithmonë. Po mbyllet, domethënë duhet ta pranojmë që ka të ngjartë mbyllet fare, siç po vjen puna. Unë nuk do thosha që do mbyllet fare, unë do thosha që nëse ti do doje të kishe një apartament në buzë të detit, nuk do ta kesh dot më, sepse ai do të ketë një kosto shumë të lartë, por ama mund të kesh një gjë në Bregdet në një vit të dytë, të tretë, të katërt, siç është në gjithë botën në fakt, në fund fare. Kështu që mendoj që Shqipëria dhe jugu në veçanti, edhe pse po jepet shumë peshë tani dhe Bregdetit Veriut me bypasset që janë ndërtuar. Ku janë tani momentet që Rana e Hedhur, Shëngjini, zona e Tales me projekte shumë të bukura, do të thosha. Po e kthejnë të gjitha atë zonë në një destinacion gjithashtu. Edhe ndërtimi i rrugëve të reja që do ta çojnë atë investitorin nga aeroporti Tiranës deri aty për 25 minuta, 30 minuta, janë të gjitha këto benefite që shkojnë në favor të investimit në pasuri të paluajtshme, siç është edhe ndërtimi i aeroportit të Vlorës, siç është edhe rindërtimi i rrjetit e Kurudhor, i cili ka filluar, dhe shumë të tilla, pra lidhja e të gjitha qyteteve, zonave dhe këtyre fshatrave të vogla që deri dje ishin pa akses, me rrugë të reja, ju jep atyre mundësinë për të nxjerrë të ardhurat nga turizmi. Pra dhe një fshat, u bë bypassi i Vlorës, për shembull, e them Vlora, meqense edhe ti je nga Vlora dhe edhe një më mirë se sa unë. Edhe çka kënaqësi e ka, nuk e di, as mua s'më besohet se si më ndryshoi para syve e gjitha. Absolutisht. Pra ai bypassi i hapi rrugën shumë nga ato pronat që ishin, shumë nga ato fshatrat e fshehura. Aty nuk shoh që ata kanë kuptuar këtë fat njerëzit, të ndërtojnë në lumin e Vlorës, të bëhet diçka, nuk e di, domethënë. Po do vinë dal nga dal, duke u rritur tani, domethënë, tendenca e njerëzve është të shkojnë aty te e sigurt. E sigurta është Bregdeti. Po është shtrenjta. Vlora ka mrekullinë që të ketë jo vetëm Bregdetin, po të ketë edhe malin, të ketë edhe lumin, të ketë edhe pyllin duke shkuar për në Llogara e të tjera. Kështu që ka një diversitet klimash edhe. Është listuar Vlora shumë tek qytetet me shitje të lartë apo është andej më tepër mbas? Saranda ka qenë këtë duhet. Shiko, duhet edhe të konsiderojmë që deri më sot Shqipëria është promovuar si një vend për turizëm të përballueshëm. Dhe turistët që kanë ardhur kanë qenë turistë që nuk shpenzojnë shumë. Turistë që hanë byrek, për të thënë, apo janë shumë të rrallë ata që vinë këtu për të kaluar pra si shtresë e mesme apo dhe e lartë. Edhe për faktin se Shqipëria nuk i ka akoma ato struktura për të pritur këtë lloj klientele. Pra klientel, le të themi klientelën elitare,
si në real estate, ashtu dhe në turizëm, ne kemi gjatë gjithë Bregdetit vetëm 1 apo 2 hotele që mund të jenë të standardeve dhe prap jo dhe aq, të standardeve që do klientela, të paktën klientela të cilën po trajtojmë ne në këtë moment nëpërmjet Forbesit. Kjo klientel pra ka ardhur nëpërmjet Forbesit. Kjo klientel po e shikon Shqipërinë, akoma nuk ka ardhur. Shqipëria është akoma larg perceptimit të atij lloji investitori dhe ne po bëjmë një punë edukuese të jashtëzakonshme edhe nëpërmjet pronave që listojmë, po edhe nëpërmjet guidave se si të investohet në Shqipëri, edhe nëpërmjet informacioneve, analizave të tregut dhe mbi të gjitha nëpërmjet atij aparati të Forbes që vetë Forbes na vën në dispozicion. Që nga vjet që ne jemi bërë pjesë e Forbes, janë shkruar të paktën 3 artikuj për Shqipërinë në Forbes.com, për prona, për evente kulturore që janë bërë këtu në lidhje me arkitekturën edhe me pronat, dhe përveç Shqipërinë si një vend, si një destinacion për të investuar. Dhe mendoj që do të ketë akoma më shumë në të ardhmen mundësi të tilla, duke ushtuar Shqipëria, duke u rritur Shqipëria, duke u rritur oportunitetet për të sjellë këtë target klientele në Shqipëri, e cila dhe shpenzon më shumë, edhe është dhe më e qëndrueshme dhe investon më shumë gjithashtu. Edhe të krijon pastaj ty sigurinë që ne nuk e kemi, na mungon ne bashkë me pesimizmin. E vërtet. Që mendojmë që një ditë kjo do prishet. Se sikur njerëzit kanë këtë ankthin, nga që ne kemi parë para syve se si shkërmoqej 90-ta, gjithçka jona, domethënë kudo kanë parë rrëzime, po jo kështu si ke ne, që prishe, shkatrohe, apo 97-ta, dhe ne befa sikur po presim prap edhe një gjë të ndodhi dhe kjo. Ne kemi 30 vjet që presim në fakt. Kemi qenë 20 vjeç kur sistemi ndryshoi, ishim të reja në lulen e moshës, me shumë shpresa, po dhe të paditura, mbi atë që do ndodhte. Po kemi ndërtuar, secili nga ne ka ndërtuar diçka dhe ka ecur përpara, me ato lodhjet dhe mundimet që t'jep puna dhe përditshmëria, në një vend në tranzicion për shumë vite. Dhe ndoshta edhe për këtë arsye kemi humbur, shpesh herë bëhemi pesimist, edhe humbasim shpresën, por nga ana tjetër është e pamundur të mos shikosh se ku po shkojmë tani më. Tani nuk ka kuptim të mos e shohim. Nuk ka kuptim të mos e shohim. Kthim mbas nuk ka, sepse ka aq investime sa nuk mund të rrezikohet përsëri rikthimi. Jo, absolutisht. Plus po flitet për emra shumë të mëdhenj të cilët po i afrohen Shqipërisë. Shumë njerëz thonë janë spekulime, por unë e di që nuk janë spekulime, ky është vllai im. Me shoqen e tij dhe me sytë e mamit. Shumë i mirë, vlla gjithashtu. Po, shumë edhe ai me ëndra të mëdha, me një botë artisti shumë të pasur, dhe me të rrahura dhe përplasjet e jetës si të gjithë ne. I kemi të gjithë. Këto na bëjnë ata që jemi në fund të fundit. Po, pikërisht. Këto na kanë bërë edhe të jemi këto të fortët që mund të përballojmë gjithçka. Edhe kur përballemi me këto brezat e rinj të sotëm, përveç se është gjithmonë e natyrshme lufta mes brezave, dihet ajo, ky brezi juaj, po mendoj që ne kemi qenë jemi gatitur si më të fortë për shumë gjëra, që nga ajo ushtarakja dhe mbajtja e asaj pushkës, për cilën folëm në fillim. Dhe tani në fund të lutem, se po i them gjithkohës se ne as po më vë vetëm profesionalet. Nuk ishte vetëm për profesionin Ilda, po për të gjitha. Kështu që çfarë të kesh që nga materniteti deri tani kaloi edhe një herë të gjitha, ndërsa ne flasim i dua të gjitha fotot. I vura thot ai, si pashun. Sepse kjo s'ishte thjesht për çfarë ti ke bër, po për çfarë ti je. Për çfarë. Dhe si e nisëm ne, 14 vjeçe, shkollë mesme, me tjera ëndra, si erdhëm rrugës, se po nuk treguam për shokët e klasës. Ja, me lule në dorë, se mblidhem dhe lule. Kjo është në 84, shive, ati lartë 89. Fundi, po afroj shkollës mesme. Edhe po vinte ndryshimi i madh, që pastaj na mori përpara, edhe na ka sjellë këtu në 2026-ën. Prap, ka një ndryshim të madh, po tani është në botë, nuk është vetëm tek ne. Por ne duket se kemi më shumë eksperiencë, kemi më shumë nuhatje tani, edhe më shumë dije për ta përballuar. Kam përshtypjen unë, nuk e di. Na duket si më Mendoj që pjekuria e jetës që kemi dhe ato që nga momenti kur ti erdhe në jetë. Shisa e vrendur kam qenë. E të tje, thash më pret mua, thoshe që më pret. Ata më e vrendur atëre, e vrendur dhe sot kam këtë gjën këtu në lulet ballit që e kam nga papi im. Po, të zgjidhura jam. Dua të them që gjithmonë më ka thënë që ti duke shumë serioze. Në
fakt unë nuk jam dhe aq, po që nejse, kjo është pjesë pastaj. Dhe Beratin unë se dija për shembull që kishe lindur në Berat. Po, deri në klasë parë, kam qenë në Berat. Në Berat. Po, pastaj babin e transferuan në Përmet, kemi jetuar dhe 3 vjet të tjera atje. Dhe në 82-shin kemi ardhur në Tiranë. Isha erdhe gati për shkollë. Isha klasa e 6, dhe pastaj e 6 kur kemi ardhur në Tiranë. Kështu që edhe me ato veshjet që në një farë mënyrë kishin gjithë ngjashme të gjithë. Të gjithë një lloj, dy fustane kishte gjithsej. Ky edhe një model tjetër. Emri e rrobaqëm se s'ma e mend që prisim radhën të vinte. Më fal, copa turke i mban mend kur dolën. Po, ishte shefi i madh. Po, në 80 ca. Na ndryshoi jetën copa turke dhe telenovela turke. E vërtet. Po Turqia ngelet gjithmonë jetën tonë, sido që të jetë. Edhe pushimet. Pavarësisht se ne kemi zgjedhur Italinë. Ne kemi zgjedhur Italinë, shumë dashuri për Italinë, po. që nuk ka ikur asnjëherë, edhe nuk e di, e ke prap Italinë tani, por Amerika tani më shumë. Shiko, unë është turp ta them, po nga që flasim në shtëpi pothuajse gjithkohës anglisht prej Brendonit, unë kam filluar të them dhe diçka për këtë bukurinë këtu që është mbesa ime. Dhe pse? Unë kam dashur, është vajza e vllajt Arja. Sot është 13 vjeç, është e rritur, po Arja është rritur me mua, me ne, me prindrit e mi, shumë. Ishte si vajza, ishte dhe është si tjetë vajza ime. Unë doja shumë të kisha një vajzë, edhe kur Enjo ishte konceptuar, po shpresoja me shumë shpirt ishte vajzë deri në fund. Dhe këtë Enjo e di dhe shumë herë bën shaka sot me mua. Kështu që kur lindi Arja, ishte ajo vajza që unë se pata dot, edhe është një dashuri më vete ti jesh hallë, sido që t'jetë. Është një ndjenjë shumë e veçantë, sidomos kur është vajzë. Kjo ishte. Kjo ishte historia, e pastaj sigurisht. Jam shumë e kënaqur që folëm se kjo na mungon të flasim. Ne nuk takohemi më, duhet ja dim për nder Randit edhe Sajmirit. Çunave të klasës që vinë nga jashtë, sepse ata vinë me një mall shumë të madh, jo vetëm për ne që s'na kanë takuar data prej vitesh, por edhe për vendin, meqense i mungon, mendoj, atje ku janë, sido që të jetë. Tani ti po thoshe që Sajmiri do të kthehet në Shqipëri. Po do doja të punoja në Shqipëri. Domethënë ka gjithmonë ca rrënjë që të mbeten, të tërheqin këtu. Një mikesha ime shumë e mirë që jeton në Kanada prej pothuajse 30 vjetësh dhe ajo, më tha jemi shumë mirë atje, gjërat i kemi shumë mirë, është gjithçka shumë e qetë, e qartë, pra nuk ka problematika, po jemi si me këmbë në ajër. Nuk i kemi këmbën në tokë asnjëherë. Dhe kjo më bëri shumë përshtypje dhe përsëri sa herë më jepet rasti. Dhe prandaj ndoshta këto janë ato rrënjët që i thrasin. Dhe këtu mund të përfitosh ti edhe profesionalisht tani, sepse ata do kthehen dhe do vlenë. Shiko, ne dera patjetër që është e hapur për të gjithë, ne duam më shumë që ata të shijojnë Shqipërinë. Shqipëria ka ndryshuar, ndoshta ata kanë mbetur pak vite mbrapa edhe ndoshta edhe në botë kuptim, ndoshta edhe në perceptimin që kanë për vendin. Shqipëria ka ndryshuar shumë dhe do të vazhdojë të ndryshojë shumë. Pjesa e atij ndryshimi jemi ne me përditshmërinë tonë gjatë këtyre 35 viteve. Sakt. Dhe ndërkohë edhe ne vetë me veten të mos sillemi si ata banorët e qytetit bregdetar që nuk lahen në verë në det se thonë aty e kemi detin. Kështu bëjmë edhe ne me njëri tjetrin. Këtu jemi do takohemi, po të takohemi pra. Të takohemi. Në fakt ta kam shumë zili se ti me emisionet e tua ke nxjerr në pa vende shumë të veçanta që unë si kam ditur ndonjëherë që kanë ekzistuar, të cilët e kam vënë në agjendë, e kam vënë në plan që t'i vizitoj, po është si ai plani që ngelet plan se përditshmëria. Ja, planet e tjera që më kanë kapur këto kohë janë që vendet i kemi gjetur ne tani, sikur s'ka më vende që unë mund t'i zbuloj, them. Dhe çfarë po bëj? Këta njerëzit mbas e zbulojnë vendin, them duhet të hanë. Dhe unë jam kushtuar shumë këto kohë një cikli për kafshët, për blegtorinë, për bujqësinë, më tërheq shumë kjo idea e një Shqipërie të panjohur, po është kaq e bukur. Kaq e bukur, nuk e di. Fakt është baza jonë, të them të vërtetën. Sepse ne shikojmë gjithë të pjesën moderne tani, hotelet e mëdha me emra të mëdhenj, po në fakt në gjithë botën po i rikthehen asaj të voglës, po i rikthehen traditës, po i kthehen rrënjës, ushqimit të përgatitur nga nëna dhe gjyshja. Dhe këto janë ato që vlerësohen më shumë edhe kur flitet për pronat e luksit, edhe kur flitet për eksperienca premium, nuk është më sot, sigurisht është shërbimi në hoteleritë e mëdha që është pas një lloj ceni. Po ajo që ngelet më shumë në mendje dhe në shpirt është ajo që të ngacmon shpirtin dhe është ajo përvoja personale, prekjes personale
në situata të tilla dhe ne duhet ta shfrytëzojmë këtë si vend, mendoj. Po. Sepse e kemi shumë, është baza jonë, janë rrënjët tona dhe duhet patjetër t'i shfrytëzojmë sa më shumë. Kësaj do t'i kushtohesh tani edhe kam filluar, kështu që sikundër kam filluar patjetër të kthej kokën nga e kaluara, e kam bërë gjithmonë edhe ku tjetër mund të mos ndaloj se tek viti I parë gjimnaz, edhe 4 vitet e shkollës së gjuhëve tuaja te Asim Bokshi. Aty ke rruga Elbasanit. Faleminderit shumë që erdhe dhe kujtuam bashkë edhe të lutem ftoj ti, mos I ftoj unë klasën tani. Grupin do t'i kapur një nga një. Ta din që duam shumë kush është jashtë online, nuk ka nevojë fare të vi këtu online, flasim, tregojmë edhe kuptojmë ç'a po bëjmë me vete. Do donim. Keti Ylli po I bëjmë një ftesë me njerëz. Keti Ylli. Keti ka shumë për të thënë gjithashtu. Po të pres javës tjetër Keti, për kurën. Rutina, shumë faleminderit. Ishte vërtet kënaqësi sepse edhe na mungojnë këto momente të shprehurit, I mbajmë gjërat për brenda se na merr rutina e ditës dhe nganjëherë në anglisht tani edhe ke lënë edhe italisht dhe shqipen. Janë në vëndje dhe në zemër. Regjistrohet tek Detare Televizion dhe Rutina Xhunga, janë 2 kanale që të ftojnë të flasësh. Kjo është e rëndësishme. Jo në komente, nuk kemi nevojë për komente, kemi nevojë për komunikim. Mirë se të vish.